Pranë qendrës kulturore të fëmijëve Kujtimalia, nisi edicioni 3 i konkursit Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë, me pjesëmarrjen e nxënësve të talentuar nga shkollat 9-vjeçare të përzgjedhur nga 2 fazat e konkurseve të mëparshme. Janë fëmijët më të talentuar të shkollave 9-vjeçare të Bashkisë Shkodër dhe pritshmëritë janë sigurisht të mëdha. Duke filluar nga faza e parë ku përzgjedhja në shkolla i ka kaluar 1200 fëmijë, me rreth 570 fëmijë në fazën e dytë dhe kemi mbritur 180 më të mirët, sepse në këtë fazë bashkohen edhe gjysmë-finalistat dhe finalistat e vitit të kaluar. Vëmendja në këtë konkurs u kushtohet më shumë zërave të klasave të para, pasi me nxënësit më të rritur, qendra ka patur bashkëpunim edhe më parë. Risi janë zërat e rinj dhe fëmijët e talentuar që na vinë sidomos në klasat e para, aty ku edhe pritshmëritë tona janë edhe më të mëdha pra tek të vegjëlit, sepse të mëdhejt i dim se i kemi fëmijë pjesë të qendrës dhe pjesë të aktiviteteve kulturore të qytetit tonë. Është konkurimi i koreve, i formacioneve korale të shkollave, i cili ishte vjet i rikthyer, një risi, por i rikthyer pas shumë vitesh, dhe sigurisht edhe kënga qytetare, kultivimi i këngës qytetare nga fëmijët, mendoj që janë gjaja më e mirë që ne mundena me i servir apo me i ofru brezit të ri. Konkursi i këngës Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë nisi rrugtimin pranë kësaj qendre 31 vite më parë, duke u kthyer në një traditë të pasur për zbulimin dhe promovimin e talenteve të reja. Jo pak prej pjesëmarrësve ndër vite kanë marrë pjesë edhe në festivale kombëtare, ku janë shquar me talentin e tyre. Aktiviteti final pritet të zhvillohet në muajin prill, ku do të marrin pjesë 30 grupe kori dhe rreth 30 solist.